Si e shihni ju aktualisht mënyrën se si raportojnë mediat kur janë në pyetje fëmijët? Nëse shohim nga pikpamja nominale, nga pikpamja rregullave, fillimisht, janë dy institucione, kjo është me rëndësi për publikun, me pas parasysh që i rregullojnë mediat. Edhe ato offline, po themi, televizionet dhe radiot, që rregullohen nga Komisioni i Pavarur për Media, edhe Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, i cili është organ që është vetë rregullues për mediat online. Tash këto dy institucione pra mbulojnë shumicën e mediumeve në Kosovë, të cilat prodhojnë përmbajtje informative. Bashkë me rregulla tjera që i kanë këto dy institucione në kuadër të kodit të vetë etik, po edhe të rregulloreve të veçanta, Komisioni i Pavarur për Media dhe KMSHK-ja nominalisht kanë vendosur standardet se si duhet me u trajtu fëmijët në mediume. Pra, fëmijët nuk përbëjnë asnjëherë interes publik për të prezantuar në televizion, në radio, në media online, përveç në rastet kur atyre ju prezantohen sukseset në gara, diçka e jashtëzakonshme, një pikturë e jashtëzakonshme që ta kanë bërë, një gest të tillë të jashtëzakonshëm.